Përshëndetje dhe mirë se ritakohemi përsëri në një video të radhës. Pas një pauze për 2 javë, të cilat ishin si një pushim edhe për mu, po edhe për juve, që edhe diskutuam që normal janë festat edhe nuk kena mundësi shumë me qenë aktiv, po edhe me ndëgju, po edhe me ligjëru. Andaj tash rikthehemi për pjesë të tjera, moduleve tjera që në kanë mbetur. Andaj në këtë video do bëjmë instalimin e Bloxy Theme. Tash do më thënë, pas si punu me Gutenberg, tash do punem me disa theme që unë i kam caktu, e me i pasë si punohet me këta themes, si instalohen, si mund t'i përdorim demot ose templateat të tyre, edhe t'i bëjmë t'i bëjmë të editushme dhe gjëra tjera në Vim. Andaj si theme të parë do e cekim, do më thënë është Bloxy Theme. Është ky theme këtu që unë personalisht jam fan i flakt mas këtij theme. Për mua ndoshta është themi më i mirë në ekosistemin e WordPressit, që në jetën time s'kum pa theme më të mirë se kjo deri tash, edhe jam dhe do jem fans ose prej personave që do e sugjeroj ose do e mbështes këtë theme të gjithë kohës. Është ky theme, normal secili tash e ka synin e vet. Në theme tjetër që do e cak do jetë më thënë Astra Theme. Është më thënë ky theme këtu. Edhe ky theme domethënë është prej themave gjigant, do është top 1. Domethënë Astra, Bloxy, Generat Press. Theme kjo këtu. Edhe kjo këtu domethënë janë top 4, top 5 themat më të mirë në histori të WordPress. Andaj domethënë to lëvizin se kush qëndron e para, kush e dyta, mirë po Astra është gjigant që e udhëheq këtë pjesë, edhe pse domethënë edhe unë përdor shpesh e kam përdor Astra, mirë po më shumë domethënë jam fans i Bloxy, sepse normal më pëlqen syri, dizajni, domethënë secili ka të ndryshëm për njëri tjetrit, andaj secili ka atë shijen e vete. Andaj si fillim domethënë do nisim edhe këto qira domethënë do i përdorim të gjitha, do i cak unë. Mirë po si fillim do nisim me Bloxy Theme. Në këto qira i largojmë edhe shkojmë tek Appearance, shkojmë tek Themes. Për momentin e kena këto themat që janë by default për WordPressit, shkojmë add the theme. Tek kategoria popular, pak më poshtë do na dalë Bloxy Theme, që është këtu. Ose nëse s'e gjejsh, e shkruaj për shembull këtu Bloxy. Edhe del themi, e bëjmë install. Pasi e bëjmë install, e bëjmë activate. Gjatë instalimit të Bloxyt, zakonisht instalohet edhe një plugin që quhet Bloxy Companion. Është ky plugini këtu, që është pjesë e pandashme e themit. Andaj domethënë në moment kur instalohet, kjo vetëm ndodh ke Bloxy, në moment kur instalohet domethënë Bloxy Theme, automatikisht shfaq një pop-up për me instalu edhe pluginin e tyre, që është Bloxy Companion, që aty domethënë me fillu edhe me i bë import demo templateat ose extension tjera që. Okej, tash domethënë instalu edhe plugini, pas instalohet plugini, anën e majt, lart del domethënë këtu lart Bloxy, që tregon që është instalu. Pas hyn tek Bloxy, pamja e parë që shfaqet është kjo pamje këtu, që tek kategoria e parë kena home, tek pjesa e home kena opsionet që me fillu direkt me bë customize ose me bë ndërhyrje, që i kena të ndara në kategori ose në module të ndryshme, që për shembull nëse dëshirojmë të bëjmë ndërhyrje direkt tek color, tek typografi, tek footeri, tek headeri, tek blogjit, e kështu me radhë. Pastaj kena tabin tjetër që është starter sites, janë templateat e gatshëm,
që janë domethënë njëjtë si këto, ja pra ku i kena këtu, i kena edhe këtu të gatshme, që ne domethënë mund të fillojmë të bëjmë import direkt. Këto që janë pro me butonin pro lart, domethënë janë me pagesë, që ne domethënë nuk kena mundësi me i bë import nëse nuk e kena blejt, nëse ato të tjera domethënë të gjitha janë free. Pastaj kena këtë butonin tjetër që janë extension, që kena disa extension free. Për shembull është një extension free për cookies. Zakonisht ku hin tek një website za dalin anën e gjatë, shpesh dalin poshtë për t'i bë accept cookies. Extension tjetër është domethënë kjo pjesa e newsletter për me bë domethënë subscribe. Pjesa tjetër është product reviews, edhe trending post, që është një extension që me i shfaq një website postimet më të fundit që janë më trend. Edhe kena këto pro extension që janë domethënë në opsionin pro të themit. Edhe pastaj kena useful plugins, të janë pluginat të cilët domethënë vetë se janë të kompatibile dhe janë të preferuara për që të përdoren me blog si themin. Edhe kena change log, është pjesa që tregon pjesët e uh, gjërave të fundit që këto domethënë i bëjnë fix ose i bëjnë i ndryshojnë në theme. Kjo është domethënë se përket developerave ose atyre që zakonisht din kodin. Ok, kthehena tek starter site, edhe tash fillojmë edhe i bëjmë import njërën prej këtyre theme. Tu domethënë kena theme të ndryshëm, për shembull që janë free, kena për biznes, kena për digital online dhe gjëra tjera. Për shembull, të zgjedhim tash një bashkërisht, të cilën ta bëjmë import. Për shembull, do bëjmë import të për portfolio, që secili për ju vetë kanë nga një portfolio të vetën online, është kjo këtu, është një theme shumë i mirë. Unë fillimet e para të karrierës e kam përdorur këtë theme për portfolio time personale, e ku vendos fotografinë time këtu, edhe detajet, emrin tim, emrin edhe detajet tjera për mu, edhe të i tregoj se çfarë ditë punoj, çfarë kam skills, projektet e mia të fundit, fakulteti, serviset që i shërbej, klientat që i kam përdor, edhe këtu të më thënë call to action për me bën kontakt. Mendoj se ky thim është shumë i mirë dhe për juve që dëshironi me pas nga një portfolio, andaj domethënë këtë thim do e bëjmë import. Shkojmë edhe e gjejmë këtu domethënë tek WordPress-i. Ja pra ku është, edhe këtu e kena opcionin tash ta bëjmë butonin import. Fillojmë import, pasi e bëjmë import, shfaqet ki pop-upi që tregon se me cilën page builder dëshiron që ta bësh editim. Domethënë këtu e kena di page buildera, page builderi i parë domethënë është Gutenberg, edhe page builderi i dytë është domethënë Elementor. Ne në këtë pjesë do e zgjedhim domethënë Elementorin, edhe shkrim next. Tu tregon domethënë hapi radhës, a dëshiron ta bësh gjithë kontentin import, ne i themi po, shkrim next. A dëshiron ti bësh të gjitha këto plugina e import, nëse dëshiron për shembull të gjërin ta ndalësh, ti thuj jo këtë, jo këtë, po ne i lejmë të gjitha. Edhe tash fillon procesimi dhe instalimi i këtij template-it në website-in tonë. Zakonisht kjo shkon deri në 1 minutë, bëhet shumë shpejt dhe nuk zgjat shumë. Ok, tash u bë domethënë importimi me sukses. Kena di opsione tash, ose kena opsionin e parë që të tregon me fillu direkt me bë customize, ose me pa website-in tonë direkt se si është bën. E tash domethënë ne klikojmë butonin view website, edhe shikojmë website-in që e kena instaluar. Ja, pra domethënë ku dul tash website-i import u bë domethënë njëjtë si tek i domeni këtu që është e blogsit, njëjtë edhe tek domeni jon, u bë ki importim i gatshëm. Tash domethënë pjesa e tjetër është pjesa e butonit customize, ku do fillim ta bëjmë domethënë pjesën e editimit të blogsit. E kena butonin në customize, kur e klikojmë këtë, shfaqet tash domethënë kjo pamje, që e kena pjesën për editim, po kthena edhe një herë mbrapa
që me ditë se ku bëhet editimi, edhe nëse je domethënë këtë pjesë. Për ta bërë editim domethënë e Blockcity-mi, ose shkon tek pjesa e Appearance, Customize, edhe shfaqi ku pamja këtu. Ose domethënë shkon tek pjesa e Blocksit, tek Home-i edhe shkon pjesë ta bësh customize. Për shembull, dëshim ta bëjmë customize Aderi edhe klikojmë butonin customize. Edhe ja po na shfaqet për njëjta pamje. Andaj ajo që kisha sugjeruar unë është me shku direkt tek Appearance, Customize, edhe më dal domethënë e gjithë kjo pamje tash sa i përket editimit direkt në theme. Kishte sa i përket instalimit të Blockcity-mit në WordPress. Pas kësaj video do fillojmë ta bëjmë editimin e theme-it direkt në Blockcity.